Albani si nën kryetarët e kanë gjithë. Shihet edhe rezultati zgjedhor se kanë fituar. Tash në këtë drejtim, se tjetër çka dashta me argumentu, në këtë drejtim besoj që ajo çka tha Iliri, sa i përket votës në Prishtinë, sidomos, 55.474 vota në Prishtinë janë. Domethënë sa i përket votës në Prishtinë, për ndryshe në zgjedhje lokale LDK i ka pas 41.000 vota. 41.000 vota i ka pas. Në rundin në balotazh. Po edhe në balotazh e dim se s'përkthehet vota drejt. Jo, përkthehet në vitin 2017 e kena përkthy votën në raund parë edhe në raund dytë. Në zgjedhje lokale versus nacionale në Prishtinë, edhe në 2014 e njëjtë e kena bërë. Kështu që përkthehet, në Prishtinë përkthehet. Raundin e parë zgjedhje lokale me balotazh. Pra ato e kanë fjalën. Okej, tjetër po. S'është tjetër krahasim. Sidoqoftë, mendoj që është një angazhim shtesë që duhet me bëhe edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe Partia Demokratike e Kosovës, sa i përket, si me thonë, narrativës të cilën e servon edhe të demografia në aspektin moshës, edhe të mënyra e transmetimit të mesazhit politik. Vetëm që të mos jo kes kuptojmë se është fjala e dur, po mos ta lëmanash çka duhet bëj edhe vetëvendosja që të vazhdoj të rritet. Ku mu rrit? Në Prishtinë dhe kudo se vetëvendosja e ka trendin e rënjes. Pra dhe po i bie që s'ka qenë e suksesshme, që as ta mirë mbaj, as ta rris. Dhe ky trend nuk thehet. Trendi vetëvendosja është veç në rënje tashmë. Është në pavarësisht se çfarë bëjnë? Pavarësisht, jo, veç në varet çka bojnë këta tjerë. Se ajo si subjekt nuk ka më asnjë lloj narrative politike që mundet me e servu e cila është e besueshme, sepse janë 3 mandate në pyetje. Janë 3 mandate në pyetje, në të 3 mandatet ka fol një diçka, të cilën në mandatin që e ka udhëheq nuk e ka përmbajt. Dhe tash çka thot? Çka thot tash? Mbi çka ndërton një, si më thon, animim të rritë elektoral. Këtu veç diskutimi, a ka LDK-ja këtë hapin e radhës, çfarë e ka, dhe PDK-ja, cili është vazhdimi tutje. Unë kështu e shoh. Se vazhdojnë duke ja marrë nga 5 deputet. Jo, Kuela Dardoni. Me marrë vota. Vetëm shkurt Kuela Dardoni, më fal. Kjo që e tha Dardoni na kthen ato që e tham në fillim, që është letra e Zotit Hoti. Që kthimi mrapa e ul ato që Dardoni po e kërkon, ose e rënon komplet ato që Dardoni po kërkon për LDK, ose prej LDK-s. Prej LDK-s. Se po quhet letra e Hotit si kthim mbrapa. Sepse është rënimi krejt asaj fryme që ka ardhur deri këtu sot. Për këto 4 vite që ka pru Zoti Abdi Gjiku. Nëse s'kam rri LDK me e kthy atë elektorat, ose me shëndru këtë vot të cilën e ka betonizu njerë për njëherë VV-ja në qendrat urbane, e që tash pat një tendencë LDK me kthy, është pikërisht për shkak tendencës ose krejt asaj që është përpjek kjo strukturë re me e kthy këtë vot. Nuk është se ka pa, unë jam i bindur që e ka pa. Por fuqia, koha, nuk i ka dhënë mundësi me shku tutje. Çka do të më bëjë LDK tash? Nuk ka zgjidhje tjetër. Këto janë 2 gjëra që kanë me vazhdu. Unë jam i bindur që ka me shku në drejtim. Ka mu strukturu ende struktura LDK-s, e cila strukturë nuk ka mujt me e përcjell leadershipin në fushatën e fundit. Dhe këtu ekziston ajo ndjenja e shumicës së neve brenda pse kishim projekcione më të mëdha, rezultat jo të kënaqshëm. Si po thoni, veprimet kanë qenë për më shumë. Struktura nuk ka mujt, një pjesë e strukturës nuk ka mujt me e përcjell, sepse është strukturë e dëmtuar për vite me radhë. Dhe tjetra është hapja.